nuk janë. Jo, për mua baza e gjithë e afërsisë për njohur pak nga imanenca apo transcendenca e Zotit është vetëm ai libër se edhe mua më duket shumë i plot vëlla. Është më i plotë. Do thënë, unë mendoj një gjë që Kuranin ose të bën dietar ose të lë idiot. Po të lë idiot kështu të niveleve tepërme. Vetë Kurani e thotë që për disa njerëz Kurani nuk do t'i udhëzojë, do t'i shpije në humbje, sepse është pasqyrë e njeriut. Domethënë, varet se çka kërkon vëlla. Po. Dhe varet si e kërkon me çfarë niyeti, çfarë qëllimi. Dhe si e kërkon. Në qoftë se ti do të marrësh dije, aty ke alegorira edhe ke, do të thënë, mua më ndodh sa që e kam lexuar, ka kohë që se kam lexuar, se nuk është i libër që ti e hap si shtiqit estetikës, nuk është roman vëlla, jo është, do të thotë, mua surja El Bekare, që është më e gjata, Bekare, mua më lodh vëlla, më stërmundon umër. Më stërmundon, edhe pse mund të jetë 25 faqe. Që 25 faqe, një sy i stërvitur për lexim si puna ime apo jote, është estetika, është i mbaro atje është e tmerrshme. Domethënë e ndjej ngarkesën e brendshme, nuk di si ta shpjegoj vëlla, domethënë edhe djers. Po, ajo sure ka një gjë shumë të veçantë, që ajo është zbritur brenda 3 viteve, pra nuk ka ardhur e gjitha e plot kronologjikisht, por ka një mrekulli gjuhësore dhe strukturale që quhet ring composition, kompozicioni unazor ose kiasmus, ku tematika e jetëve të para përputhet me tematikën e jetëve të fundit. E dyta me të parafundit, e treta me të parafundit, dhe në mes të asaj sureje flet për ndrimin e kibles, drejtimit faljes nga Jeruzalemi për në Mekë. Dhe flet për të qenurit të muslimanëve një umet ose një bashkësi e së mesmes. Pra fjala e mesme është mu në mes të asaj sure. Pra nuk lexohet nga fillimi në fund A, B, C, D, ai lexohet A1, A2, B1, B2, ashtu lexohet. Të gjithë suret e Kuranit e kanë këtë, e kanë plus edhe sure me sure. Ka sure Bekareja 2 me 3 lexohet bashkë, 4 lexohet bashkë me 5. Këtë nuk e dia për shembull. Dhe pasqyrojnë njëra tjetrën dhe interpretojnë njëra tjetrën.